do të hymë në periudhën paqësore, të menaxhimit, se unë supozoj që Gazën palestinezë do të drejtojnë. Ndoshta për një periudhë Izraeli do të marrë forcat ushtarake për garanci, për siguri mos ndodhi gjë. Por ata do e menaxhojnë, pa diskutim. Qartë, ka 2.2 milion palestinezë. Patjetër. Ka një, domethënë, ndoshta mendoni që gjithçka mënyra se si do të shkojnë gjërat në vijim, bashkëtesa paqësore ose jo, përsëritja ose jo situatës do të varet nga një autoritet që do ta administrojë apo do ta qeverisë Gazën. Për shembull, përflitet kohët e fundit mund të ishte garanci dhe amerikanit. Përflitet kohët e fundit një grup ndërkombëtar që mund të krijohet një Tony Blair përflitet në disa qarqe. Ka mbështetjen e kushtit. Çështja e njeriu, është çështje strukture, më shumë mund të jetë Tony Blair, mund të jetë për të krijuar një autoritet tranzitor në Gazën. Edhe këtë edhe përkohshme, në fund do të jenë palestinezë ato, siç kuptoj dhe siç kam lexuar edhe midis rreshtave nga ato që deklarojnë, dhe nga amerikanët dhe nga e mendon një autoritet tranzitor. Me një fjalë, Egon, Izraeli nuk po e pushton Gazën. Netanyahu shpreh qartë, unë po e çliroj nga Hamasi, ose më mirë nga Hamasi terrorist. Se mund të ketë element në Hamasi ndoshta s'kan lidhje direkte me pra po e çliroj. Pra ideja është që nuk do të menaxhojnë këtë territor apo këtë popullsi me kështu. Dhe mendoj që po shikosh krahun tjetër, bregun perëndimor. Historia bregut perëndimor me përjashtim të përplasjen që kanë për çështjet e ngulime apo ndërtime izraelite të banorëve aty është pak shumë një histori që tregon se dy komunitetet kanë bashkëtuar në paqë me njëri tjetrin. Madje unë di që ka shumë izraelit, kur them shumë me 10.000 ndoshta edhe më shumë, thonë që 1 milion e ca, por nuk jam i sigurt për këtë, por shumë. Ata që shkojnë punojnë në Izrael dhe kthehen darkë apo masditën në shtëpi, palestinez. Pra 4 ditë të tillë që mund bashkëtohet me Izrael. Megjithatë qeveria... Po të kthehemi historisë vjetër fare, para diasporës së hebrejve, ato kanë bashkëtuar aty sigurisht, bile kanë dhe lidhje. Njëri popull thot salam, tjetri thot shalom. Qartë. Kotë të e thash sa po aty do bashkëtohesh. Megjithatë, kohët e fundit është vënë re një përpjekje për shtimin e kolonive, po themi, dhe me këtë ministrin Bezalel. Kjo është diskutueshëm, nuk më flas me siguri këtë gjë, sepse ndoshta, po palestinët kanë të drejtë, edhe izraelit kanë drejtë sepse thonë janë tokat tona e tjera, po edhe ata kanë drejtë sepse u ngushton hapësirën palestineze. Po kjo mund zgjidhet. Kjo nuk ka pse zgjidhet me luftë. Edhe Gaza, bregu perëndimor nuk e ka zgjedhur. Ka përplasje, ka protesta, por nuk ka shkuar puna deri në luftë. Kjo është gjendje shumë e ndërlikuar, një konflikt kaq dekada i gjatë, po le të shpresojmë që kjo marrëveshje të japi fund. Kësaj gjë nuk çam mund thosh më tepër. Qartë. Mirë, duhet kaloj pak tash shkurtimisht tek Rusia dhe tek Ukraina. Zelenski ka kërkuar së pari si e lexon kthimin e Trump, këtë kthimin e madh, po themi, paktën percepcion publik. Nga Rusia tek Ukraina tashmë ka bërë deklarata shumë të forta, ka thënë mund t'i rrezoni avionët rus në këto vende të NATO. Shumë fort. Duhet të bërë shumë më përpara. I ka thënë Ukrainës që duhet, pra mund të çlirosh gjithë territorin, mund të rimarrësh gjithë territorit. Duke siguri ke mundësi. Po. Si analizon të them këtë? Analiza është shumë e thjeshtë. Ai fillimisht, për cilën edhe kritikoj, unë se kritikoj, fillimisht hyri me besimin që meqense unë kam një marrëdhënie që nga presidenca e parë me Putinin, me presidentin rus, le të mos paraqikojmë, le të hyjmë me idenë që ta zgjidhen sa më shpejt, mos vriten më njëherë, se është luftë e çmendur etj, as rusë mos vriten as ukrainës, ta mbyllim këtë gjë. Bëri dhe takimin, gjithmonë pa paragjykime. Tani, nga takimi, Putini ka treguar qartë. Haptasjo, se me fjalë ato i mbulojnë qëndrimin, po me qëndrime praktik ka treguar që ai nuk do ta përfundojë atë luftë. Do të mbajë ato territore. Zelenski ka bërë qartë që ai është gati për çdo kompromis të mbështetur nga politika apo nga parlamenti i vet, por duhet ka përzejnë problemet kushtetuese se ai është president. Edhe ju t'jeni dhe unë t'jemi. Nuk mund të shiten territoret aq kollaj.
Natyrisht vjen një moment kur lufta të detyron të ndryshosh dhe kufit. Mundet ta bësh këtë gjë, se thu më mirë ndryshojmë kufit se të vazhdojnë të vriten njerëz e çkatrojnë. Kur ka një vullnet përbashkët për një marrëveshje. Kur ka, u duk, vullneti mungoi nga Rusia. Nga ana e Rusisë. Ky e tregoi, ka vullnet, po kanë filluar dhe këto provokimet në shtetet e tjera. Kanë vetëm çështje kushtetuese, tha, po më parim po. Bijem dakord. E lat nuk kuptohet. Ndërkohë Rusia nuk është shumë, prandaj Trumpi vazhdimisht shikon atë si një shkelje të mirëkuptimit, i cili u çfaq në ato që u pan dhe ato që s'u pan alas. Dhe atëherë edhe Trumpi ka ndryshuar qëndrim. Jam zhgënjur, ka thënë fillimisht nga ai. Pastaj ka thënë që sepse kjo do të shikonin ditët që do vinë qëndrimet tona. Nuk është shkelje mirëkuptimit karshi Ukrainës vetëm. Tashmë ka hyrë dhe Amerika në lojë, shkelje mirëkuptimit dhe ndaj Amerikës. Amerikën po them, se ju referova Alaskës. Atëherë ai ka filluar të përshkallëzoj, ka thënë hapësira ajrore e vendit NATO-s, nëse cënohet duhet goditen dron, avion, çfarë do të jenë. Ndërkohë, po të shikoni me kujdes, dje apo pardje Lavrov ka thënë që Rusia nuk synon të bëj luftë me NATO dhe me BE-n. Se dikur thoshte do godasim këtë, bila i Medvedevi. Ai hiqet si më i rëndësishëm se Putini nuk e di çka ka dhe lloj zelli të shtuar, po me siguri ka nga vetja vet, do godasim Londrën këtë, i bëjmë për kaq, ato janë gjitha blofe, gjitha tullumbace të kota, po ai ka thënë që nuk kemi ndërmend të godasim ato. Me fjalë, deklarata ju që do godasim mos ketë, nuk ka bazë, ne s'kemi synim të bëjmë këtë gjë. Tu shtrohet problemi kush i çon ato dronë në Poloni, në Lituani, në Rumani. Kush çon nga vinë? Akoma ma merr mendja e di në origjinën, por ndoshta prap për arsye të mos prishjes së një klime të bisedimeve diplomatike nuk po i thon, me siguri nga Rusia janë. Unë e them këtë pa e ditur, po e marr me mend s'ka kushtit çoj tjetër dronë. Sepse janë disa vende, nuk është puna se shkelën hapësirën ajrore diku dhe mund të quhet dhe rastit. Po atë janë para shumë sisteme, edhe mbi Balltik. Çfarë është shmatje mbi Balltik? Po teston Rusia. Me siguri rus. Do të thënë deri pse po e bën? Po mat Putin derisa mund të shkojnë këta, do të thënë deri po për treguar që ende është e fortë. Ajo në fakt kjo është e rënuar ekonomikisht, po mos i çfarë nuk i ka situatën fare mirë. Unë edhe po t'i referohem disa veprime ushtarake, po të kesh parasysh hartën diku në Ukrainën qendrore, mbi Luhansk, Kramatorsk. Atje janë rrethu 10.000 forca ruse. Ai ka kaq kohë, ka çu 100.000 ushtarë atje shtesë për ta marrë, se duhet pik kyç ajo për të kaluar drejt Harkivit. Nuk e ka arritur ta marrë. Dhe ka mundësi që këta 10.000 tani do dorëzohen që janë të rrethuar atje nga Ukraina, se këto ose ku diun do vriten. Fatkeqësi e madhe është, po ai po dështon, ai ka dështuar që në fillim. Edhe i zvarrit luftën për treguar që jam i fortë e tjerë të imponojnë. Edhe në këto kushte, duke qenë se u rikonfirmua mbështetja me armatim e Ukrainës, jo vetëm nga Europa, jo vetëm nga NATO, po edhe nga Shtetet Bashkuara, madje edhe me ndoshta një po për kërkesën për raketa Tomahawk. Në fakt po. Godasin thella. Zelenski ka kërkuar raketa Tomahawk. Atëherë, mas kësaj, është e mundur që të rimeren tërësisht territoret. Është shumë e vështirë, sipas meje. Por edhe nëse bëjmë përpjekje për të rimarrë territoret, mund të arrihet në një pikë tjetër të luftës që territoret mos jenë këto, po të jenë shumë më pak se sa këto. Edhe atëherë tulen palet pra bisedime. Edhe më mund e s'ka rrugë tjetër. Rusi mund të bëjë si i fort, mund të hiqet si ashtu si ka armë bërthamore, por ka armë bërthamore nuk mund të shkojë dot. Është e pamundur, sepse është bumerang, kuptohet. Si për veten e vetë dhe për botën. Kështu do shkohet në tryezë bisedime me disa kredite më shumë për Zelenski dhe me dëme më pak. Po të shohim, prapë, zhvillimet atje janë. Ne flasim që këtej, duke lexuar, duke marrë informacion sa të mundet, por praktikisht gjithmonë informacioni jonë nuk është tërësisht i plot. Mirë, duhet t'i them një çështje tjetër tani, pak e diskutuar por shumë e rëndësishme, Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka rikthyer sanksionet për Iranin. Ndërsa Marko Rubio, sekretari i shtetit, ka deklaruar se diplomacia është ende në tavolinë. Teherani sigurisht i cilëson këto si presion politik. Është fillimi i një përplasje të re kjo në linjën e mesme pas, po themi, armë pushimit luftës 12 ditore. Nuk besoj që ka vënd për përplasje të re. Irani ka mbështymi që bën lojë diplomatike aty, duke këmbgulur që të vazhdoj programin sipas tij paqësor, bërthamor,
ai do të tregoj botës, bën propagandë, edhe lindjes mesme që shiko, goditja që më është bërë mua është kot, se unë gjithmonë këtë synim. Unë po vazhdoj domethënë. Jo, po unë gjithmonë këtë synim kam pas, e kam pas paqësor. Pra insiston, pa e kupton që këtë s'mund ta bëj. Por komuniteti ndërkombëtar, sigurisht, dhe OKB-ja në këtë rast, po edhe amerikanët janë të vendosur. Ai Trumpi ka thënë dikur, nuk e di, ka 2-3 javë, që ne godasim prapë, po tjetë puna, po atje janë shkatruar gjëra. Le të thonë që s'është godit pak. Atje është marrë ndoshta vetëm ai ujë i rënd, siç quhet, aty, por me atë s'mund të bësh asgjë, po s'patet mjete të tjera. Po unë mendoj që është lojë diplomatike për treguar që shiko, derisa ne vazhdojmë ta kërkojmë të program për edhe më parë, ka qenë civile. Pra është vimësi, jemi në vimësi të qëndrimeve tona. Nuk është kaq e thjeshtë ajo, sepse bota perëndimore apo shtetet NATO e tjera, Amerika, e kuptojnë që ai program bërthamor i kombinuar mes mbështetjen financiare dhe të tjera që bënte terrorizm në Yemen, Hezbollahut dhe Hamasit, sigurisht që prodhon diçka tjetër, synimin për armët, për krimin e armëve bërthamore, nuk mund thuhet gjë civile. Dhe kjo që po themi ne diskutojmë mbas atyre që lexojmë, që shikojmë informacione, por ka dhe shërbime inteligjente, ka informacione të tjera që të vërtetojnë që ai e ka pas madje prandaj godit se ishte shumë pranë krimit të armës bërthamore. Pasurimi i uraniumit kishte arritur. Kështu që sanksionet janë për treguar që ne nuk lejojmë asnjë lloj rikthimi të atij programi, ju mund bëni sikur e keni përpaq, por ne zbesojmë dhe asnjë lloj lëvizje nuk do të bëhet. Qëndrimi fort, por nuk shikoj që Irani të ketë fuqi. Është i rrezikuar Izraeli nga Irani në këto momente që jo, për mua fare. Pra është mbyllur ai kapitull, po themi. Për mua po. Gjithçka mund ndodhi, unë nuk e di. Unë mendoj që jo. Nuk ka më fuqi të Iranit bëj këtë gjë. Them, fuqi ka, por natyrisht nuk besoj që të bëj një aventurë të tillë, se është e kotë. Ndërkohë që nuk ngrihet fare problemi, po themi, i ndrimit të regjimit. Paktën ky është problem tjetër. Qofse hapim këtë kapitull, për mua regjimi që është tani ajatollave, po themi, regjimi fetar, një autoritarizëm fetar i dalluar e tjere, unë mendoj që është në ditë vështira. Ka një opozit organizuar me qendrën Paris, të udhëhequr nga Miriam Rajavi atje. Ka shumë kundërshti brenda vendit për shumë probleme. Problemet janë uji, energjia e tjera, por ka dhe probleme të tjera. Kishte një krizë uji në fakt. Ka probleme shumë të mëdha gjatë verës. Edhe këto mund shërbejnë si katalizator për protesta, por natyrisht ka dhe shumë vërejtje tjera për policinë morale, për frenimin, kufizimin e lirisë e tjera, por ka dhe grupe, me sa di unë, grupet organizuar ilegale të cilët presin një moment caktuar, nuk e di. Se si ato e kanë ashpërsuar, ajo garda kuqe tani kontrollon gjithçka, pavarësisht se ka pushtet civil, po është ajo, domethënë ka dorën gjithandej. Edhe presidenti që i sapo zgjedhë sa u bën në vitet sa, pretendoi si moderuar e tjerë, nuk ka çfarë të bëj fare, është i rrethuar nga ata titullar të gardës dhe pothuaj se s'mund të lëvizë asgjë ndryshe. Por ndërkohë kjo nuk e bën regjimin më të fortë, se sa herë që ashpërsohen masat për të mbrojtur një regjim i cili s'ka baza, më ka shumë probleme. Në një vend gjithmonë është çështje kohe që do ndryshojë. Diçka aty do ndryshojë. Se si do ndryshojë nuk mund ta themi, por opozita iraniane, demokrati që kërkon kushtetutë të re, heqjen e fesë, Republikë Demokratike të Iranit, ka mbështetje të jashtëzakonshme nga parlamentarët e Europës dhe të Amerikës. Vazhdimisht. Qartë. Të shohim se si do shfalosen gjërat. Situata është më optimiste se para luftës 12 ditore, siç u quhet lufta, sepse morën goditje të mëdha këta si regjim, edhe si po themi si çfaqje propagandistike, po edhe realisht nga pikpamja ushtarake. Qartë. Dua të flasim pak tani dy çështje të shkurtra në lidhje me Kosovën, sepse duket sikur situata aty paraqitet problematike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është problematike. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar vetëm dje se në vijim të qëndrimeve të veta, po themi, pas ndërprerjes së dialogut strategjik me Washingtonin, se
nuk do të sakrifikojë sundimin e ligjit në veri dhe se tërheqja e Serbisë nga Rusia nuk është puna e tij. Duket deklaratë fortë për Karçillëk, thuhet në zhargon popullor. Është deklaratë fortë, por nuk them që e bën për Kashillek. Domethënë deri ku shkon kjo? I vlerëson shumë këto qëndrimet. Patjetër, ai ka thënë që në mbështetje në mbrojtje, në armatime. Ai vazhdon me idenë që unë veprimet që kam bërë në veri i quaj veprimet drejta në përputhje me kushtetutën time etj dhe natyrisht amerikanët dëgjojnë. Unë nuk besoj se amerikanët nisën vetëm nga ideja që ky po na kundërshton. Puna është ku mbështetesh. Ai mbështetet në kushtetutë. Në farë mënyrë Albini ka drejt. Por sa e drejtë është kjo, në fakt është drejtë tjetra, që pavarësisht se i dim cili është parimi e tjerë, por shpeshherë për të arritur një qëllim të caktuar dhe për ta mbrojtur parimin, bën dhe lëshime kohore apo uljen tavolinë për disa gjëra që tërheqje taktike, po themi. Po pra, gjëra të tilla, kështu që në këtë pikpamje Albini duhet bëjë diçka. Dhe nuk duhet të jetë kaq refraktar, të thotë shkurt që ato që kanë bërë veri janë kaq. Po mirë, dakord, po jemi gati të ulemi si tjerë të bëjmë. Po jemi në kushtet kur po fillon dialogu si caku themelore, jo. Po fillon dialogu me Serbinë, pra dialogu. Mirë, pra, ndërkohë që është ndërprerë dialogu strategjik me amerikanët, që s'është normal. Jo, po them që ndërkohë që është ndërprerë me Kosovën, dialogu strategjik i amerikanëve ka nisur me Serbinë, është takuar Marko Rubio me Marko Gjurić, Marko Rubio me presidentin Vučić, pra duket sikur paralelisht me largimin nga Kosova ka një afrim me Serbinë. Nuk mund të quhet afrim me Serbinë. Tani dy palët që duhet zgjidhin problemin janë rusët dhe këto serbët dhe kosovarët, pra shqiptarët e Kosovës. Dhe natyrisht amerikanët si ndërmjetës, si aktorë me shumë influencë të madhe, sigurisht do bisedojnë me palët. Dhe ndërkohë do bisedojnë me serbët. Ndoshta me serbët do bisedojnë edhe për pikpamjet që tashmë i ka shprehu Albini në mënyrë të fortë. Unë zë ta quaj Kashillik, po edhe ashtu Kashillik mund ta quash, sepse nuk mund vendojnë që të bëjë Albin Kurti Kashillik amerikanëve, po mund thush qëndrimi fort, qëndrimi përputhje me kushtetutën. Dhe sigurisht që flasin edhe për këtë dhe nuk mund themi që po afrohen me ata po ndoshta. Situata është e tillë dhe unë shpresoj të kapërcehet. Mendoj që për këtë situatë ndoshta edhe takimet që ka pas Vjosa Osmani atje, presidenti. Mund të kenë lehtësuar. Sigurisht. Ajo nuk do të sigurisht do të ketë parasysh që të ndihmojë ta zbusit ke klimë. Shikojnë çfarë lloj zhvillimesh do të ketë.